Jasi të zbuloni mjaltin origjinal nga ai falco. Ky truk do ju befasoj. Merrni pak mjalt dhe fërkojeni atë në mes të gishtit tregues dhe gishtit të madh derisa ai të shpërbëhet. Mjalti i pastër është i mirë për lëkurën dhe nuk është ngjitës. Nëse ai që e keni fërkuar ngjitet, kjo do të thotë se ka sheqer. Mundohuni të vendosni pak mjalt në letër apo peceta të letrës. Mjalti i pastër natyral nuk përmban ujë dhe nuk do të depërtojë në letër për një kohë të gjatë. Një lugë të vogël me mjalt vendoseni në një gotë të mbushur me ujë. Mjalti artificial do të fillojë të shkrihet, ndërsa mjalti i pastër do të forcohet dhe do të bjerë në fund. Nëse e lyeni me mjalt një Facebook, mjalti natyral do të ngurtësohet për disa minuta, ndërsa mjalti artificial do ta lagë bukën për shkak të përmbajtjes së tij të ujit.